E para punës, Partia Demokratike vunë faktin prej 12 vitesh keq përdorimit saj për interesa personale. Basha Berisha e njëjta gjë. Njëjtën gjë kanë bërë. E kanë përdorur ekskluzivisht për interesat e tyre personale. Berisha po bën, madje Berisha duke premtuar që këtë gjë nuk do bëj. Kur shpall non grata, ai tha, problemi i non gratës është problemi imi, nuk do e fus Partinë Demokratike në këtë lloj procesit. Faktikisht Partia Demokratike u shndrrua në koracën e tij, madje dolën edhe $6 milion me sa duket të paguara nga kontributet për partinë, ose s'po ka rëndësi, edhe mbështetëse financiare, jo vetëm koracë politike, për të marrë me problemin e non gratas së Berishës. Përdorim më personal se kaq, ky është rasti më eklatant, se si mund ta përdori drejtuesi i partisë politike për një problem, për një hall personal partinë. Për 8 vjet, për 10 vjet madje e ka përdorur Basha në të njëjtën formë për të pasuruar për vete, koncesione, leje, pazare, më the thash, dukshëm me ysmin e Berishës. Jo pa lejen e Berishës. Madje majnë mend që në 2017, kur një pjesë e mirë pas rezultatit zhgënjyes të 2017, zhgënjyes për mua, unë e kam prit, po flas për elektoratin e Partisë Demokratike, ishte Berisha ai që kërcënoi në publik dhe tha ai që nuk rreshtohet pas kryetarit nuk do të njihen kontributet në Partinë Demokratike. Keni intervistë në televizor. Kështu që nuk besoj që atë keq përdorim të Partisë Demokratike të bërë nga Basha është pa lejen ka qenë pa bekimi. Sot Partia Demokratike vunë zgjedhjet e veta politike. Për mendimin tim, pas 2013-s, kasta sunduese e PD-s nuk ka bërë më arsyetime politike, por ka bërë vetëm arsyetime personale dhe familjare. Dhe sot po vuajmë pasojat, në fakt jo vetëm sot, për gjatë tyre viteve. Partia Demokratike për vite me radhë abandonoi gjitha proceset politike që mund t'i abandononte, duke filluar edhe nga reforma territoriale, pastaj reforma zgjedhore, abandonoi mandatet, abandonoi bashkitë. Abandonoi çdo proces përfaqësimit politik dhe e bëri me vetdije. E bëri me vetdije me shpresën që hallet personale ne do na detyrojnë ta çojmë sistemin në tilt dhe për hallet tona personale dikush do i bjerë telefonit. Tash flasim troç dhe hapur, kjo ka qenë dhe Partia Demokratike nga pikpamja politike vuan këto zgjedhje të jo atij që duhet ishte leadership, por atij që është në fakt kast sunduese e Partisë Demokratike. Këto po vun Partia Demokratike, jo pragun, taktikat e thetash. Dhe e fundit, mes zgjedhjeve të veta politike të gabuara që i ka bërë dhe të gabuara me qëllim, është edhe aleanca totalisht e pandershme me LSI-n. Futja në listë sigurt. E 2. Jo vetëm 2. E 4. Po kontingjentit LSI-s që Partia Demokratike nuk e ka për herë të parë. Ne vuajmë, ne po themi këtu që shiko se mandatet janë pa barabarta, më the thash. Ç'borxhu kishin partitë e vogla Partisë Demokratike, që Partia Demokratike ka të 3 mandate që i fut, gjitha partitë e vogla i fut në listë sigurt, duke qenë kryetari një partie, merr mandatin e sigurt nga PD-ja dhe pastaj aty konkurron si parti me vete. Partia Demokratike i ka bërë me dashje këto gabime. Pse? Kishte një borxh LSI-s për shkak të 2023-shit. Çfarë borxhi? Në 2023. Nuk ishte një parti dhe aleanca me LSI-n nuk ka funksionuar asnjëherë ty. Domethënë janë 2 gjëra jo me kot. Sot elektorati i LSI-s shkon i gjithë tek PS-ja. Ty s'ka funksionuar kurrë kjo lloj si thosh, një bashkim i panatyrshëm, një bashkim i interesave okulte dhe pse jo korruptive të nivelit të lartë qeverisës të 2 partive. Jo interesa elektoratit të këtyre 2 partive. Janë 2 gjëra, është vaj me ujin që nuk bashkohen kurrë. LSI-ja me PD-n janë si vaj me ujin që mund t'i fusish në një shishe, por nuk bashkohen me njëra tjetrën. Dhe këtë e vun PD-ja. Dhe më fal, po elektorati e shef, kur ti po tallesh në mënyrë të vazhdueshme, mos prit që të çmoj, pastaj të abandonon. Përfituesi i kësaj gjë është qeveria, po është e vërtetë.